Një nga liderët e koalicionit Vlen, ministri Arben Taravari, përmes një postimi në Facebook, ka komentuar zhvillimet e fundit ndërkombëtare me theks zemërimin SBA Europë. Megjithatë, midis këtij kaosit përgjithshëm, midis shumë çuditërave që po ndodhin, sipas Taravarit, po ndodh edhe një çudi tjetër, të cilën e quan fatlume, sepse kjo situatë ka afruar shqiptarët dhe shtetet e tyre më shumë se asnjëherë. Mëtej shkruan se aleanca pa kushte midis dy kryeministrave shqiptar, Kurti dhe Rama, në takime ndërkombëtare, janë surprizë e madhe e çerekshekullit të radhës. Midis shqiptarëve ka nisur një lidhje e re, e para e këtij lloji prej kur historia na mban mend. Një fakt tjetër edhe më interesant është shqiptarët në Maqedoni, jo vetëm nuk po lihen anash në këtë pajtim, le të themi, por ata janë më të përfshirë se kurrë. Madje jemi kthyer fokus prioritar i dy shteteve shqiptare dhe me thënë të drejtën po marrim atë që jo vetëm e meritojmë, por edhe atë që na është vonuar. Në moment kur bota nuk është në harmoni, Taravari shton se lajmi i mirë është se shqiptarët janë afruar shumë me njëri tjetrin në nivel politik. Ky status i tij, që në Facebook u pëlqye edhe nga ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni Denion Mejdani, mori jehon edhe në media, duke bërë lajm madje edhe në mediat në Shqipëri. Top Channel doli me titullin Udhëhecësi i koalicionit shqiptar në RMV, shqiptarët e Maqedonisë fokus prioritar i Shqipërisë dhe Kosovës. Analisti Sefer Selimi, këtë status të Taravarit, e sheh më shumë si një mesazh në funksion të vendosjes së Taravarit si titullar i koalicionit Vlen. Mesazhi ishte pak konfuz, nuk kishte një mesazh të qartë dhe nuk kishte një audiencë të caktuar. Shpresoj ose më mirë thënë mendoj që ky mesazh i cili u ndërtua mbi një koncept të përfshimit të një frime bipatijake, le të themi, dhe gjithkombëtare, është ndoshta në funksion të etablimit ose të vendosjes zotit Taravari si udhëheqës apo si figura kryesore e Vlenit. Edhe johona që pati dhe që ju dha edhe nga mediumet, por jo vetëm brenda Maqedonisë, por edhe ato në hapësirat shqiptare, duke që është në funksion të këtij etablimi. E sa i përket përmbajtjes së statusit të Taravarit, Selimi nuk mendon se është i qëndrueshëm, pasi nuk beson se shqiptarët kanë qenë ndonjëherë më kundërthënës se tani në aspekt të lidershipit politik. Këtu ai rikujtoi ndërhyrjen e Kurtit në procesin zgjedhor në Maqedoni, por edhe polarizimin dhe përplasjen në distancë Rama-Kurti.